Thot, të lutem si është ai profet kur ka marrë pjesë në luftë. Pra këtu flet për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Shiko, po të lexosh në Bibël, pra në librat para Kuranit, do të shikosh që edhe profetë të tjerë, të cilët për shembull përmenden në Bibël, gjithashtu kanë marrë pjesë në luftra, normal me urdhër të Zotit gjithësisë. Për shembull, Musai, Mojsiu, ka udhëheq Beni Israilit në luftë, apo profet. Dhe kjo përmendet në Bibël. Për shembull, lexoje këtë verset nga Bibla. Po ashtu, nxënësi i Mojsiut, i Musait, Jeshua, ka qenë prijës ushtarak në shumë betejë. Nxënësi i Musait alayhis salam. Të ftoj ta lexosh në Bibël. Do të lexosh po ashtu për Daudin, Davidin, ka qenë mbret dhe njëkohësisht ka qenë luftëtar. Madje Bibla e lavdron Daudin. Shiko, lufta mund të jetë pjesë e misionit profetëve, për shembull kur është për mbrojtje, për vendosjen e drejtësisë. Do të lexosh edhe në Bibël, pra kur urdhëron Zoti robërit e tij që të luftojnë rreth ana të caktuara. Lexoje këtë verset nga Bibla. Madje, po të lexosh në Bibël, do të lexosh edhe për Jezusin. Veti sa ai flet për luftën. Lexoje këtë verset nga Bibla. Profeti alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, ka ardhur paqe dhe mëshirë për njerëzimin. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për botrat. Muhamedi alayhis salam, po të shikosh, të lexosh historinë e tij, do të shikosh ai qysh në fillimet e tij kur shkoi në Medinë, në një vend ku kishte musliman, kishte hebrej, kishte pra edhe fe tjera. Dhe Muhamedi alayhis salam bori marrëveshje me ta, marrëveshje paqeje. Po të shikosh, të lexosh historikun e muslimanëve, do të shikosh që pra kanë kontribuar në ruajtjen e paqes. Për shembull, shiko realitetin tonë në Shqipëri. Ne jetojmë në paqe me fetë të tjera. Dhe Islami na fton me jetu në paqe me të tjerët. Prandaj unë të ftoj të lexosh më shumë për Islamin, të lexosh më shumë për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Sepse Zoti i gjithësisë e dërgoi Muhammedin alayhis salam mëshirë për botrat.